Hoxh, pse është kaq e rëndësishme dashuria për hir të Allahut? Është e rëndësishme se njeriu në këtë botë është në fejen e shokut vet. Andaj njeriu duhet me dasht vllaun e vet i cili është musliman, i cili është namazli, sepse njeriu është në fejen e shokut vet, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Andaj njeriu duhet ta shikon se cilën e merr për shok, për vlla në këtë botë, sepse sjellja e tij, fjalët e tij ndikon te ti. Sikur se e ki shokun, edhe ti do t'jesh në këtë botë. Andaj, nëse ti i ke shokët, ata që i donë për Allah, edhe ata dojnë për Allah, andaj do t'jete, do t'zgatët ajo dashuri, në thonë, gjanë gatë deri në vdekje. Ama nëse ti e zgjedh shokun tanë, që është për interes, apo për ndonjë punë të kësaj bote, andaj do të mbaron. Ne kemi shumë raste. Sa njerëz i kanë pas shokët, kanë hi familjarisht, njëri me tjetrin, për shkak biznesit, për shkak partisë, për shkak pozitës, për shkak punës. Andaj kur është ndala interesi, kur është ndalë partia apo shoqënia, andaj ka hup pastaj ajo vizita mes njëri tjetrit. Kemi shembull shumë që njeriu e ka dash me ndoshta 10 vite, 15 vite, kanë qenë bashkë me një parti, me një biznes apo komshi. E pastaj kur janë do apo kur është shujt ajo sebepi, ajo shkaku, edhe pastaj vjen të armësia, ndoshta edhe selam nuk i jep. E kurse neve Islami na mëson se kur ta duash dikam për Allah, ajo dashuri do të zgate. Do të zgate deri në vdekje, bile edhe do të ketë dobi ditën kur do dalë para Allahu xhelle shanu, sepse thot Allahu subhanahu wa taala, "Alikhillah yawma idhin ba'duhum liban adu ila al-muttaqin", njerëzit ditën e Kiametit do të jenë armiq mes njëri tjetrit përpos të devotshmit, përpos musliman të sinqert. Përpos musliman të sinqert, ata do të kenë dobi nga shoqëria e dunjos. Ama ata që janë dashur për intereset e kësaj bote, do t'jenë armik njëri me tjetrin ditën e Kiametit. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala në suratun, një nga ajetet që e përmend Allahu subhanahu wa taala, thot yawma ya'uddu dhalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Ditën e Kiametit njeriu do thot, sikur se ta kisha marrë pejgamberin alayhi salatu wasallam për udhëzues. Ja waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Si mos ta kisha marrë filanin, ato prijesët e Mekës për udhëzim këtë botë, për shembull këtë botë, sepse laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani khadula. Sepse ata më larguan nga rruga e drejtë, më devijuan nga ajo qëllimi çka duhet ta ketë një musliman në këtë botë që ta adhuron Allahun xhelle shanu. Shoku ndikon në fejen e shokut vet, për këtë shkak është edhe rëndësishme kjo temë që të flitet në kohën e sodit, që njerëzit ta duan vllaun e vet, shokun e vet për Allah e jo për interes të kësaj bote.